بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أما بعد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Hamdi, falenderimet, lavdratat I takojnë vetëm të madhit Allah Gjelle Gjelaluhu. Atë falenderojmë dhe vetëm prej Allahut falje dhe ndihmë kërkojmë. Ka në udhëzon I madhi Zot Gjelle Gjelaluhu në rrugë të drejtë, nuk ka kush mund e largon nga ajo rrugë. Dhe kanë të largon I madhi Zot Gjelle Gjelaluhu nga rruga e tij e drejtë, nuk ka kush e udhëzon dhe qet në dritë. Dëshmojmë dhe deklarojmë me dëshmien më të madhe për të cilën është kriju qiella dhe toka, për të cilën janë dërguar pejgamberët, për të cilën janë shpallur librat, dëshmia ashhadu an la ilaha illa Allah, që në përkthimin adekuat do më thonë dëshmoj dhe deklaroj që nuk ka Zot që meriton të adhurohet jashtë atë madhit Allah I cili është një. Allahu shok nuk ka, Allahu ortak nuk ka, Allahu rival nuk ka. Të gjithë gjallëresat, krijesat ai ka kriju, ai furnizon dhe ai kujdeset për ta. Të gjithë gjallëresat kanë nevojë për Allahun, ndërsa Allahu Gjelle Gjelaluhu nuk ka nevojë për asken. Po ashtu dëshmojmë dhe deklarojmë me dëshmien e dytë, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dëshmojmë, deklarojmë që Muhammedi sallallahu ta'ala alaihi wasallami është vule pejgamberis, I dërguar I Allahut I fundit rrezullin toksor. Pra salavatet dhe selamet për shëndetjet tona të përzemërta, të sinqerta, ja adresojmë dhe ja përcjellëm I shpirtit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së vet, shokëve të vet dhe gjithë besimtarët të cilët e kanë ndjek, janë duke ndjek dhe do ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Allahumma amin. Ju përshëndes xhamati jam I kësaj xhamie me përshëndetjen islame, me përshëndetjen e banorëve të xhennetit, me të cilën përshëndeten melaqet lart në qiell, besimtarët në tokë, xhennetlit në xhennet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, begatitet madhit Allah Gjelle Gjelaluhu qofshin mbi ju. Fillimisht lusim Allahun e madh, Zotin e Arshit të madh, në këto momente të kësaj dite të dallume, ditës së madhe të ditës së xumas, lusim të madhin Allah Gjelle Gjelaluhu, sa ka njerëz të sëmur Allahu t'i shëron, sa ka njerëz të burgosur pa fajshëm Allahu t'i liron, sa ka njerëz të idhnrum me zvete Allahu t'i pajton, sa ka njerëz të cilët kanë shkuar në gurbet për ta fitu kafshatën e bukës, Allahu ata t'i mbron dhe me rrezik halal t'i furnizon. Po ashtu lusim Allahun Gjelle Shanuhu ve Gjelle Gjelaluhu në këto çaste ku pranohet lutja e besimtarit, Allahu Gjelle Shanuhu kusuret tona, gabimet tona, gjunahet tona, afe makfiret në I ban ja Rabbel Alamin. Gjennetul Firdausin gjithve nasip në I ban. Të dashurit e mi, atë të cilën e citova pak para, e ka shënu Imam Bukhariu rahimahullahu ta'ala në librin e tij Sahih al-Bukhari,
libër I cili ka mbledh tregimet, spjegimet, fjalët, ngjarjet të cilët kanë bajnë me Muhammedin sallallahu ta'ala alaihi wasallami, që llogaritet në fejen tonë islame libër I dytë më I sakt. Libri I parë është Kur'ani, mas Kur'anit është libri Imam Bukhariut rahimahullahu ta'ala, ku I ka tubue fjalët e Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Dhe ky libër e ka shërbe ummetin e Muhammedit alaihi salatu wasalam dhe do të vazhdon ta shërben deri në ditën e Kiametit, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ja mu kanë dhënë dy gjana, dhe nuk ka dikush që kapet për ta, për këto dy gjanat, e të jetë në rrugë të gabume. Thanë ja Rasulullah, shka janë ato dy gjana? Tha kitab Allahi wa sunneti. Tha kitabi I Zotit, libri Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelalu, dhe hadiset e mia sunneti jem. Ky libër e ka përmbledh sunnetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, dhe nga ajo që e ka përmbledh dhe nga ajo që e ka regjistru dhe e ka shenu, është këtë që ka e lexova pak para. Transmeton djali I Omerit radiallahu ta'ala anhu, Ibni Omeri, I cili thot se një dit pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallami ishte duke ecë në Medine. E kishte tradit Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam dilte dhe hecte në rrugët e Medines. I kontrollonte atë çka ashtu ndodh në Medine, në mesin e shokëve të vet, në mesin e besimtarve. I ndëgjonte hallin e hallaxhive, e shifte gjendjen aktuale e besimtarve dhe ndëgjonte çdo person I cili kishte nevojë për diçka. Dhe duke ecë kështu një dit, e pa njonin duke e qortu vllaun e vet, në një transmetim tjetër duke e qortu djalin e vet. Dhe ai djali apo vllau I cili u qortonte nga vllau apo nga baba, I kishte ftyrën e kuqe në atë moment, u kishte skuq. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e pa se si I flet ky baba apo ky vllau, këtij personit e kapi për krahi. Kështu ishte Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam, nuk e linte sendin për nesër. Nuk e linte se s'ka lidhje, apo se nesër, apo se I vën koha, jo. Ajo kur të bëhet gabim, ajo kur të bëhet shtrembim, ajo kur dale prej shinës, duhet mu intervenu në moment. Për atë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kalon nga sunneti I vet, nga tradita e vet, në qoftë se e shen një të keqe. Tha men ra'a minkum munkaran, kush e shen një të keqe, falyughayyirhu bi yadihi, ne ta ndron më një herë me dorë. Fa in lam yastati' fa bi lisani, në qoftë se s'munët ta nale atë keqen me dorë. Tha ne ta largon duke fol gojarisht. Tha fa in lam yastati', edhe në qoftë se s'munët gojarisht, nuk ja ngojnë fjalën, nuk ja ngojnë llafin, fe bi kalbihi, atëre me zemër në të thotë, o Allah, kjo punë është e keqe. Tha wa dhalika adhafu l'iman, edhe kjo është imani më I dopt. Sot apo mujna me enalt keqen me dorë, jo, po me goj, me I fol dikujna, po qameti brebohet me ja thonë di fjalë dikujna, mobe se kjo është gabim, mobe se kështu nuk ban, mobe se ec mërthot ti këshire udhën tone, këshire punën tone, shka t'intereson tije, është shpia eme, është e vladi jem, është qika eme, është gryja eme, është keri jem, është mali jem, e kështu me radh, tir renit fjalë si kur breshni, bam, 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 për mikrien tënde, veç se ti zgudzon me fole dhe me thonë të vërtetën. Më I miri prej ketëve është ai që e këshirë udhën e vetë. Jo vlezër, më I miri është ai I cili e nalt keqën me dorën e vetë. Në qoftë se s'munët fol, e kallzon të keqën. O, po ketë more kanë janë të nasha, ne të të shajnë, ne tjetë Allahu I knashur me ti, ne t'i dhnot këtë dynjaja. E ti munosh ta knashish dynjajën, e I dhronë Allahu, edhe dynjaja I dhrot me ti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka me e kap për krahi, dhe ka me I thonë,
një porosi, një mesazh që ummeti ka me shënue me ngjyrën e arit, ngjyrën e altanit, ka me shënu në për literaturën islame, ka me i thonë da'hu fa innal hayaa la ya'ti illa bi khair. Në një transmetim tjetër da'hu fa innal hayaa min al iman. Tha mos e çorto lene, au ka skuq të mftir, ai vën marrë tha piksoj tha që i flet. Tha se marja tha nuk bje kur gjën tjetër jashtë se mirësi. Tha në transmetimin tjetër tha dije tha se ai që ka marrë ka iman. Vnojni këtë baraspesh para vetës, vnojni këtë kantar para vetës, edhe logaritni në peshore vetën edhe tjerë që ka i kini për okolla. Fëmijët e ju, familjet e juve, dashamirët e miqasie, kojshie, ati ku jeton. Në qoftë se ka marrë një popull, ai popull ka iman. Në qoftë se nuk ka marrë, nuk ka iman. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el haya la yati illa bi khair. Tha nga turpi, nga marja, nuk vjen tha tjetërsen jashta se tha vjen mirësi. Çka do me thonë kjo? Nga e kundërta, ai që s'ka marrë shka bje, be fatkeqësi, be vetëm të këqija. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el haya'u kulluhu khair. Tha marja në këtë llojet e veta është mirësi. Pastaj tha el haya'u khairun kulluhu. Tha marja, komplet marja tha është khair për këtë ymmet. Khair është tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shiqo sot na si jetojmë. Mere edhe analizoje qish veprojmë. Mere edhe fute në makinën e marës punën tonë dhe mrenda ditës edhe natës. Këshire mjeshtri si punon, këshire mësusi si punon, këshire administratori si punon. Kur ti thësh më vese mare, ajde ve lene këtë palavra, lene këtë muhabet, se ki muhabet s'ka lidhje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashtu si e transmeton Ebu Hurajra radiallahu ta'ala anhu, tha el imanu bid'un wa sab'un shu'ba. Tha imani tha i ka 73 deg, 73 deg. A'laha la ilaha illallah. Ma e larta tha e imanit dega ma e lartë, tha është fjala la ilaha illallah. Wa ednaha, dhe ma e ulta deg e imanit tha është imatatul edha anit tarik, me largu tha një keqe nga udha. Wal haya'u shu'batun min al iman. Tha edhe turpi, tha është deg prej degave të imanit. Vazhdoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha innama adraka an-nasu min kalami an-nubuwati al-ula idha lam tastahi fasna ma shit. Tha atë çka e kemi mëri edhe njerëzit të e kanë mëri nga pejgamberët më përpara. Pejgamberët kur kanë ardhur përpara, do me thonë pas kanë folë për një temë, pas kanë folë për një punë, pas kanë folë për një defekt. Çfarë është defekti? Tha në qofë se s'dve në mare, ban shka dush. Në qofë se s'ki turp, ban shka dush. Njoni vend xhami e merr një gur, a qetri vend xhami e merr një sen tjetër, a qetri vend xhami e thën një sen tjetër, a qetri vend xhami e derdh një sen tjetër. Hiç marrë se ka. Para xhamatit ban shka mos turp s'ka. A qetri shkon shkollë e zdron drasën, a qetri shkon vedh, a qetri shkon mashtron, a qetri shkon trahton, a qetri shkon guc. A e dini çka ma e rana? Para 3 ditëve, pashat madhin Allah, po më thirë një djallë, thot o gjahajde se kemi një problem. Farë problemi? Para 3 ditëve, që motë. Para 3 ditëve, po më thret këtu, rrethinën tonë, këtu, pak ma larkë për gjamiës tonë, në gjami tjetër, po më thërin thirë telefon, hajde o gjohë, kur po shkoj une, shko problemi, tha e kina zonë nusën,
e ka tradhtu burin e vetë me gjallin e miqës burit vetë. Po, nuk janë rejna Pasha Rabbul Aleminin me adres ju kalzoj. Shkova kur qka me pa, jam let bura, shka me pastru. Ftira lakën, hek një gjethe del një qeter. Bura, qfar bura me thasha, ka bura ma. Ftira është tregishta. Pin mjekër dërtësini, tregishta. Qa jo si të upët, ka up ketë. Ndërsa venin turpi e kënë ftirë. Një njeri cili nuk skuqët në ftirën e vetë. Një grua e cila nuk skuqët në ftirën e saj. Ajo imanin e ka hupë. Ju ka shim drita e imanit. Po kjo është ndodhë të ne. Hinë do makinit e shpia, nuk livrit nusja, nuk livrit bia, kom për mi kom edhe i thot largosin atë e këshirë serialin. Po kjo është realitet. Hinë profesorin në klas, në zansat, lujnë abëz, lujnë lojat dryshme, lujnë Facebook, s'livrit kërkosh. Hinë hoxha në gjami, s'livrit kërkosh. Hinë edukatori, s'livrit kërkosh. Hinë baba të shmija, s'livrit. Nëna i thot, mush ma një bardaku, i thot, oj, nën, më fala ma jem të këshirë, shta jo, masane. Ketë kjo është një diagnozë, defekti madh shpirtëror në mesin e shoqërisë tonë. Po, hiç nuk e ka gajle, në një xhami prej xhamijave të Shkupit, ka ardhe ka vënu Crevën, e ka marrë Crevën pite shpia, e ka vënu Crevën te qeshma e xhamijës, e lan kerin e vetë. Se ka dert, e në xhamati dhe çka ban, shka t'intereson, thot. A i qetri ban ekzibicia në gjami, a i qetri punon me strujën e gjamiës, a i qetri ban, a i qetri, loj raste. Po ketë këto diagnozën e ka, se ju ka shim që këtu mrena në gjoks, që e ka dritën e imanit edhe nuk funksionon turpi. Nuk funksionon turpi në asë një sferë, prej sferave të jetës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha inna li kulli dinin khuluqa. Tha çdo fe e ka një moral, ka një sjellje. Tha wa khuluqul islam al haya. Dhe morali i fejes islame tha është turpi. Turp, o xhamat. Turp. Menoje turpin dhe mos i ban sendet. Menoje turpin dhe mos prek ku s'dush me prek. Me në turpin mos këshirë ku s'dush me këshirë. Një grua me kalumbit pazar, këtë punëtor që ka janë ati të shqit tezga, harën mishterit, harën malin të i këshirë gratë. Ku shkoj turpit e burat? Ku shkoj turpit e gratë? Ma të mlum janë burat se sa gratë. Po a i dini mëre se sa problemet janë në mesin e burave dhe grave, qifteve, bure gruje, bashkërtor. Nuk do gruja t'ja shtroje bukën se buri nuk e kalon me shkuen darsëm, ku ka bure gra. Ka thënë mare, s'ja shtron bukën. Nuk ja pe glat teshat. Nuk ja e koros këmishën. Nuk e përcel, nuk e pret të dera. Pse? Se s'ja kalon qikën me shku në matur. E këshin pas postu në rjetin social raketat e Kosovës. Titullë, unë klikova dhe shfar raketa ka prodhu Kosova, ato i këshin qitë qikat e veta të shku në matur. Raketat e Shkupit, të mohofkat e Shkupit, nuk o për të kesh, o gjëmon, vëlloj nuk o, është për të kajt. Ketë që të babalarte që ative qikave që kanë shku e në matur, ketë në gjuma e falin gjumon. Unë e di se minjerë kanë me thonë që ki hoxha i ka shqit dronë, sa shtë di që ka shtë folë. Po që kjo është realitet. A ditë që ka ti që këntonë e ki vesh, e ki dreq, e ki përcel për matur, e ki shqit shejtanit. Ja ki shqit shejtanit e vladin tanë. Namuzin tanë sendin ma strejt, ja ki shqit shejtanit i ki thonë bujron, është maliot që shdush ba. Po dikuj si venë mirë.
Në të marrë diazepam. Në të pije një ditre diazepam a 5 miligram. Pse? S'ta ka fajnë hoxha. S'ta ka fajnë as kitabi Zotit sa hadisi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi i jon i mëshirës tha el haya'u wal iman qarnan jami'a. Tha turpi edhe imani tha janë barabar. Tha fe idha rafa'a ahaduhuma rufja ukhra. Tha kur shkoje njona shkon tjetra. E ti qëfar matematike ki bon kur i ki toleru sende qka s'duash ti tolerojsh? Qëfar matematike ki bon kur i ki shlue dizginin e shpijes të ndër prej dore? Qëfar matematike ki bon? Qëfar hesapi ki prit? Po ja që kjo shka është ndodh, nuk dihet plaki ku e ka venin, nuk respektohet nona edhe baba. Namuzi u ka bo punë e kurgjon, një lavire gazetare del mediumet e shqiptarve dhe i thot rinijës, të rritë din shumë mirë, kënaqëni thot, s'ka lidhje, kënaqëni thot, bollni më me qatë muhabet me shku nuse virgjine, bollni thot me ato pralla, dhe ketë burat e këshirin edhe keshin dhe kërkush nuk reagon. Më uqu me reagu një hoxh, minjere qesin fundamentalist, minjere qesin ekstremist, minjere etiketojnë me etiketat të cilët nuk duhen të etiketohet një ndershëm. Ajo është fundamentaliste, ajo është ekstremiste në rrugën e shejtanit, ndërsa muslimani dhe muslimania jeton jetën e kësaj dunjaje e pregadit apo i pregadit gjdo moment që ta takoj Allahu Gjeleshanu. Është një parametër në basë që kësaj regullës, apo do në me edit vetën që shije, këshire me që këto punë që ka i ki, ti i di punë të tua, unë e punë të mija, çdo kush i di punë të veta, a i kishe dalë Allahit për para, me ta marë që është e shpirtin, tak, ti dalësh Allahit edhe ti esh krenar. Të shvallave, mirë i kam be punë, ha? Ki punu, sabah, i ki fitu 3-4 dinar, 5 dinar, 100 euro, 200 euro, mirë i kam punë. Daksham, shkone dhe thu, super, dibesh. Punë që ka i kije, pinë sabah, kur tire e zani, teri sa të bish, të vnësh faqen tonde një stik, naksham, logarite, a i ki punë për me dal me taku Allahun Gjeleshanu të ma. Në qovë se që kjo parameter punon të ti, edhe ti ishe punë të tua, janë tamam për me taku Allahun dhe nuk i kif, nuk ki problem. A di, këtë të i na Allah gjennetin, ja rapi nasip gjennetin nasip, po gjennetin li punë mëre, gjennetin po do mund mëre, gjennetin po do sakrific mëre, gjennetin nuk është me gjennetin dikile patlijana mbit pazar me i ble 30 nuk është gjennetin ashtu, gjennetin lip sakrific, gjeneti lip mund, gjeneti lip turp, me pas turp në gjami, me pas turp në shkollë, me pas turp në punë, me pas turp në trek, me pas turp në të hecë në udhë, me pas turp edhe kuri e vetë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dashurit e mi, një dit i shkon të net në sopë, edhe si o kon të net, a i izari që e kam lu trupin e vetë, i pilotësijës, pi zhegit, i kanë grejt, ju kanë duk gjujnët, gjujnët e komës. Ka hi Ebu Bekri, i ka thonë hajde Ebu Bekr, ullu, anën e djathë e ka marrë Ebu Bekrin. Ka hi Omeri e ka marrë anën e majtë. Kanë hi Aliu radiallahu anhu, kanë hi sahabet, tak dera, thot kusho, thot Othmani, thot veç pak. Të rak, im lën gjujt. Im lën gjujt, që ditën, thot ja Rasulallah, pse thot, im ledhe dhe im love gjujt, im ledhe komt, thot ela estehi, mimmen të stehi minhu l'melaike, thot a nuk të mvere mare muë prej personit që i ven mare me laqeve prej ati. Subhanallah, me laqe ta i vin mare kër e shofin Hazreti Osmanin, qatë shumë mareli. I kanë vetë sahabet, i kanë thonë pëse be Osmani që ka që mareli, tha
Në jetën e vetë, tha se ka ngrejt dihera krien të këshire një haram. Ka kalu e ka ullë krien. Asë një herë, tha nuk ka shku dikun, tha qkele ku a harami. Të preke ku a harami. Të nështë tash është sezona e darsmave. Me e bo një darsëm se i ka hi e burave, me bura nga zetë qesin. Me i thonë se ka bure gra, leleve si dridhen, sikur me e kap struja jo 240 volt. 600 volt dridhet trupi ati. Para gra. O ku shkoj mëre turpi këti? O është ta këndoja një jasin. 500.000 jasina me a këndu, kur dese ki njeri badjava e ka. Ka mi dale e dridhmi ati mrena. Kanë me dridh. Se u ka dridh në darsëm. Mu më thirën një gjëmatli i gjamiës, e në hajde shtaj dhondrin në midis kanë me shti, e shtinë në hipën për mini sandali, tu të qunë burat e mëdhoj, shko u bo, thash, u kalë gjenemi, jo, tha hosh, tha, gzim, tha hosh kjo. E di që si konvenon gjëmatit kjo. Unë këtë e di, po vallahi be, billahi be, ditën e kiametit, mos thujni se hoxhas na ka kalzu. Mos thujni se hoxhas se ka përcelot, o Allah, hoxhas na ka kalzu në gjami, jo vallahi ju kum kalzu ketë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha turpi, tha ishte cilësia kryesore, tha e Musait alaihi salatu wassalam. Tha dhe kur nuk e shpelos të trupin, tha inna Musa kana rajulan hayyan satira la yura min jildihi shay'un istihya'an min. Tha nga turpi i madh Musai alaihi salatu wassalam, tha kur tha se ka shpalos trupin e vet, ja shofet dikush likurën. Tash, sezona e detit. Aman be o gjosh, tash për shkojmë deti, s'ka lidhe me pse ka bikini, s'ka lidhe tha pse janë me Mercedes, ka une tha e këshiri ujtin. Ajo pse më del për para, tha e që tërma be. Po, i keq, logaritet aji cili i qërton, me thonë se, mos shkoni u kallëm, po mirëbe, ky dil dhe temperatura e dilit, nuk krahasohet me vulkanin. A i keni pa vulkanin kur shpërthen prej kodrave? Vulkani gjemoti jem, dini edhe që këtë informat për mu, me ta do të përfundoj inshallah, është i shpërlam nga zjarmi gjenemit 73 herë. 73 herë Zoti e ka shpërlan në ujë, edhe ka qitë si vulkan në dunja, që të marin i bret njerëzit për zjarmin e gjenemit. Shkrina jo ketë. Cila ma e nëzit? Cila ma e nëzit? Dili, temperatura, deti, vulkani apo gjenemi. Logaritnin baza saj, shkojni te agencionit Aurora, Maurora, Taurora, shka janë ato ketë, që ju qesin pirorave ketë komplet, shkojni edhe registrojni për Nantalije, për Amame, për Shqipëri. Dhe une këtë thamë, kështu, truq, dhe hitë se kam gajle, a do mi dhnot dikush, a i cili shkon deti, ku ka të shpalost harame, i ka shfluturu nga gjoksi veti imani. Lusim Allah në gjeleshan imanit në i broj, ja Rabbel Alamin. Ne lusim Allah në gjeleshan urinien ton islam të udhëzon. Plegjve ton t'jep ymar gjatë, shëndet plot, të smuntit në për spitalet i shëran, të burgosurit pa fajshëm t'i liran, ata që janë të idhnu me zvetet i pajtan, ata të cilët janë largë vatanit Zotit i mbran. Ne lusim Allahun Gjeleshanu wa Gjelle Gjelalu frimarjen e fundit që e kemi në këtë dunja me dine me iman, me fjallën ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasulun nasib në i ban. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi al-Fatiha.